Diku rreth vitit 2014, në një tavolinë me një ish kuadër të qeverisjes Berisha, miku im tani më në profesion të lirë dhe i pa angazhuar në politik, edhe sot krejtësisht jashtë saj, më shprehte dakordsinë e tij me shkrimet e grupit ton, se ai i madhi ka vendosur me rrudh partinë avash avash, duke mbajtur si shqyt interesash familjare. Me një fjalë, PD-si kishte kryer vojë i kandilit, unë dhe shokët e mi në fakt shkonim edhe më tej, duke thënë se misioni historik i saj, ka përcimi nga regjimi komunist në një regjim demokratik, ishte krye, duke mos pas ma një ide shtylle fanar si antikomunizmi, Sali Berisha e përdorte si mburoj për familjen e vet. Bas 2013 dhe shitjes së Partisë Njeriut të Sorosit në kombim të Sigurisë së Zenit dhe Partisë Familjare, ishte i qartë edhe për ata që kishin besuar realisht tek projekti reformues i qeverisjes Berisha 2, 2005-2013, se Luli ishte më këmbës, i dobët dhe i piketuar për të bërë terror. E gjitha kishte qenë një rrenë e madhe me bisht. Ishte tezë që shumë pak vetë mendonin aso kohë dhe shumë pak e shkruanin publikisht, ndër ata pak që e shkruanin, të cilët numëroheshin me gishtat e një dore, isha edhe unë e shokët e mi. Argumenti ynë aso kohë dhe aq më tepër tani është i thjeshtë. Çdo parti ka një rrugtim ideologjik. Kur mbaron dhe kur idet shterojnë, atëherë ajo kthehet në një instrument vot mbledhës, i cili më shumë i ngjason një trusti kriminal sesa një grupim i mendjesh të lira të bashkuar mbi një grup idealesh. Sot, ky është një realitet të cilin vetëm ata që mendojnë më kot se do bëhen drejtore do vjedhin sërish, dhe ato që familja u ka ble gjakun me parë e poste, nuk duan me e besu. Militantët e thjesht, ata që han grosh po e kanë mbështetur PD-n si projekt ideologjik, janë të tuar e s'din çfarë të besojnë. Shumë prej tyre ndjekin zakonin edhe pse u kanë futur e i kanë përdor 10 herë. Mirpo PD-ja ka vdekje nuk ekziston. Ka vulën, ban logon, ka edhe seli të madhe, por nuk është më partia e tranzicionit antikomunist, por një trust kriminal, hajnor, pa ide, pa nder e pa kur gja për posetjes për me vjedh. Trusti i gështenjave dhe Sigurisë së Zenit është tani më një grup i strukturuar kriminal, por mbas këtyre zgjedhjeve edhe i varur drejt për drejt nga sindikata ndërkombëtare e krimit, e cila ka si kryetar Duçen e Surrelit. Duçe Surreli kontrollon burimet e fitimit dhe trusti është i varur prej tij për mbijetesë, jo vetëm politike. Ndaj edhe Sali Berisha i shiti prap demokratët, mori vulën si shqut mbrojtëse dhe si simboli i opozitës, vetëm sepse deshi me ia dhan Duçe Surreli. Pra sërish problemi në Shqipëri sot është diktatura jakobine e Edvin Duçe Surrelit. Për me erëzua atë nga froni i zaptum me banda e blerje votash, duhet spastrue rrugën nga handraku kinse opozitar. Trusti i gështenjave dhe Sigurisë së Zenit është mburoja e parë e Duçes, pa të dhe kontrollin që ka mbi plenat që i gjallojnë rreth një 80 vjeçari në hall. Duçja nuk ishte me qenë as kaq i qetë, e aq më pak arrogant. Të gjithë e njohim se kur rrezikohet ai bahet pule lagun e fillon e quravit të telefonave. Pra, të dashur militantës tërgënjyer demokrat, ju kanë rrit prap, ju a kanë fut prap, po ju ashesin sapunin për djath, po nuk u zbyth nga loja trusti, askush s'mund me ju avit Duçe Surrelit dhe taboreve të tij patronazhiste. Nëse realisht nuk e doni zgjedhjen e tij, lëshojeni trustin e krijoni hapësinën për opozitën reale e parimore me baza kombëtare. Përndryshe, jeni si gjahtari që nuk u lodhte së gjuajtur ariun, por përfundonte me mendere përpjet. Lëshojini, ju duan sklever e ju konsiderojnë pisa Shqipëria shqiptarve, plumbin zagarve.